Cila femër e ka për obligim në mbulu? Çdo femër edhe? Po çdo femër. Edhe vajzat e vogla? Apo Deri në moshën 12 vjeçare. Ashtu që. si Albin Kurti, me Albin Kurtin jeni? S'merrem me politikë. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. Pse gratë muslimane do të mi bajt shamia? Mos më di, që në gjyre I ka fletë. Bravo. Se do të me kry urdhën e Zotit. Unë mendoj që mbulesa është si një mburoj për të këqijat. Mos mirë pa flokët. Sepse Allahu I ka urdhënu që mi ma shamia, sepse që mos më lakun. Për shembull dyshja jam, tash u plak, pak I ka 50 sa vjet gati tash pak 60. Edhe tani për shembull me kon ajo e mbulume, me kon e pa mbulume, aso I duket plak tani qeshin me ta. Disa njerëz thonë që është vetëm një material që të tapnë në kokë, për ai nuk është vetëm një material, por është një urdhër që na dha Zoti. Ka thënë rregull që mi vesh shamiat Çfarë rregulle? I Allahut. Cilat vajza do të mi bajt shamia? Çfarë kushte ose çfarë moshe do të mi pas? Kur filloj? 7 vjet. 7 vjet ose 10. Mëso pak herët? Kush dën 7? Ma herët, ma mirë. Obligim është ka 13 vjet për mi. 13. Moshe s'ma dhora. A menoni që, ose qa këshim me thonë për një gru ose vajzë e rritur, që e din vlerën e mbulesës, po nuk e bartë. Pse? Për që janë ka të na që do shta beson, po a shamin nuk e vëna. Ose I vjen marrë, ose s'kan qef. Do thënë që jam blok tash të njërë krejt, u kam për pashani, thëjt për të vull tash. Ato vajza që nuk e fillojnë shamien, ato do të thënë që nuk I respektojnë urdhnat e Allahut. Ko qështu se nuk ka qef, thët, jo, kur bot I zhak, jo, s'una me duru, dona me hek, e kështu. Jo, në ashtu, jo, s'kam qef, jo, burri, s'u vlenë, jo, kështu. Sepse kë shejtani I mashtron. Po, a menon që dikush, menon që mbulesa është pengesë për me arrit suksese në karrierë, në jetë, në familje, edhe për që ata se më mbulohet. Qa këshë me thonë, mbulesa është pengesë për jetë? Jo, nuk është. Jo, do më thonë mundet edhe me shami? Dikush. Unë nuk mendoj që është shamia pengesë, sepse ajo vetëm është një material I hull që vetëm atë ta mbajmë, nuk është diçka shumë rëndë për trupin tonë. Ka njerëz që janë arrogant edhe janë kundër shamijës, e mujnë me shkaktu probleme, po kur s'do është me dërzu. Kisha thonë më mlu se s'ka kosh që të thët maj sen. Amo ti nuk dosh me ngu ata, nuk dosh jo tash po vërsu si do na me jeku me shamin. Po nuk dosh, moje, se ti, ata jenë silën keq me ty I dhënon, apo Zoti nuk I dhënon, Zoti është me ty. Për shembull, nëna ime që është me shami, ja ka mundësuar Zoti që ta bëj një libër, dhe do me thënë ke që shamia nuk bën asnjë që dëm, por vetëm t'jep diçka sa më të mirë. A është smundje në qitë se shamia? Je. Qysh është ajo ilahia? Kjo shami askën nuk e vret, pse e mboj s'vët kiamet. Kjo shami nuk shakton I let, nuk është smundje që dikujt janë gjatë. Burrat
A do të më bëj qamia? Pse nuk i bëjnë burrat qamia? Se burrat janë gjallë. Burrat nuk e në mbulesën për shembull se s'kam një shërben aktor për shembull. Se edhe nuk janë qika që me vënu. Shumë bukur pra, gratë duhet ta mbajnë shamin, fillimisht sepse është urdhër i Allahut dhe ky urdhër është për të mirën e tyre, që ta ruajnë ato nderin, ta arrijnë devotshmërinë, ta shpresojnë shpërblimin prej Allahut dhe të ruhet shoqëria dhe familja në përgjithësi. Zemra më qetësohet kur e thros me zemër.